Kemi thënë që jemi për promovimin e traditave e vlerave të jashtëzakonshme që ka kjo shqiptaria jonë. Sot kemi të ftuar një mik të emisionit tonë, një studiues të veçantë, autodidakt, me profesion është avokat, më thënë paka shumë dhe kolegi Zotit Guri, se Zoti Guri është avokat, por është një studiues shumë i apasionuar dhe sidomos ai është përqendruar tek disa element të kulturës sonë, të etnografisë sonë, të jashtëzakonshme. Ai ka themeluar një shoqat mbarkombëtare që quhet Bytyçi. Ka themeluar festën e Plisit të Bardhë, që është bërë në Dajt dhe në shumë vende të tjera të gjithë Shqiptarisë sonë. Pra një festë e veçantë që e themeluar nga Zoti Agron Gjedia, i ftuar sot në studion tonë. Është themelues i iniciativës Plisi në UNESCO, Zoti Guri. Pra ka ndërmarrë iniciativën për ta bërë Plisin të njohur dhe të mbrojtur në UNESCO. Pra, si që arritëm me Lahutën më në fund, si që është arritur dhe për qytetin e Zotit Guri, për Beratin, për Gjirokastrën, për shumë vlera të tjera që i ruan UNESCO. Zoti Gjedia ka propozuar me shumë të drejtë edhe për Plisin, sepse Plisi, si që ka thënë dhe shumë herë Zoti Guri, po gjendet në gjithë ato gravurat të lashta, po ke Akilin o Zoti Guri, ke Odiseun, Uliksin, Ajaksin, i ke me Plisa të Bardhë, i ke skulptura në gjithë zonën e Gadishull të Ilirikë, i ke në zonën e Italisë, i ke në zonën e Afrikës Veriore, me Plisa të Bardhë. Është një tregues tepër domethënës. Pastaj, Zoti Agron Gjedia ka themeluar kampionatin e lojës së kapuçave Plisa. Ka bërë një kërkesë për një referendum, do na sqaroj vetë Zoti Gjedia, do në bazë shoqatash, nuk e di të saktë se si e ka organizuar, po gjithsesi është një iniciativë shumë për të lavdëruar Zoti Guri. Shumë. Për Plisin në UNESCO. Do të thënë ka marrë atë parere, thot italiani, ka marrë, si themi ne, për shtypjen, vendimin e të gjitha këtyre shoqatave për Plisin në UNESCO, që kanë aprovuar të gjithë. Edhe Nesi Akademi kemi firmosur. Nesi Akademi direkt me gjithë zëmre kemi firmosur gjithë me njerë. Ka bërë një libër me titullin Betimi i Plisit të Bardhë. Është betimi i misionarit Plis Bardhë, do betohet. Po. Jo, ka bërë një poezi. Është libri apo? Libri është tjetër. Libri është Plisi i Bardhë, emblem hyjnore shqiptarisë. Kurse poezia që keni bërë është një poezi që ka bërë Zoti Gjedia për betim, është një hym. Betim, po, që është një hym shumë i bukur. Mundësisht të na i lexosh pasaj Zoti Gjedia. Do të plotësoj dhe Zoti Guri pak me prezantimin e Zotit Gjedia dhe pastaj... Ai thjesht Zoti Gjedia, avokat Agron Isa Gjedia, është një luftëtar i paepur, i ruajtës e një nga traditave, e një nga emblemave më të lashta, më të vazhdueshme dhe në ditën tona sot, siç është Plisi. Pastaj format e Plisit, diku qeleshë, diku kësull, diku kapuç, diku në treba të ndryshme, diku qylafi është vonë, e sështoni fare, ndoshta, po qeleshë po, shkon. Kapuçi, nga fjala kap, kaptin, shkon kapuç. Kësula, nga kësula, shkon, ta kësula themi ne, për atë që. Miza në kësull, themi. Miza në kësull. Dhe Zoti Gjedia ka kuptuar që Ministria e Kulturës është duke quar në UNESCO, jo pikërisht atë që mbron apo ka originalitet ky popull, edhe jo atë që ka luftuar Zoti Gjedia për ta ruajtur në gjithë mishërimin e kësaj embleme të popullit shqiptar, qor një pjesë kohe, apo një pjesë, apo një alternativë, apo një lloj tamam si polifonia, jo polifonia jon shqiptare, po iso polifonia me bazament, me shtratë të sirenave greke. Pra, Zoti Gjedia kupton që këtu ka një qëllim
jo të mbarë, jo të mirë. Që do ne thoi vetë besoj. Atëherë fjala për ju zoti Gjetia. Po. Përpjekja juaj një dhe e dyta, çfarë po ndodh me pikërisht me këtë. U falenderoj që më dha mundësinë të marr pjesë këtë televizor dhe posaçërisht në emisionin tuaj, i cili po gjurmon dhe po rjetëson ato traditat tona që masë i pjesë kanë shku degradim edhe në humje edhe po reaktualizohen përmes shumë punëve që janë bën dhe po bën, një nga ato edhe emisionin fjalë. Për sa për këtë plisit, për mua më ka intriguar që është në Vegjli. Për arsye sepse njerëzit me plisa shkuan duke zhduk, që do thot, plisi njerëzit e vjetër që manin plisin nuk ishin më, të tjerë nuk përtrinin, dhe erdhin në ramin të plot. Më duke që ai që man plisin ishte ndryshe nga tjerët. Dhe pikërisht ai që man plisin më duke burr. Dhe burra për mua ishin konceptuar atëherë në Vegjli që janë vetëm ata që marrin plisa. Tjerë janë njerëz. Erdhi një moment i caktuar që normalisht u bëna i vetëdijshëm se plisi ka një rëndësi, ka një peshë dhe kemi filluar një mision, një lëvizje pej më shumë se sa afër 2 dekadash që plisi të aktualizohet, nga që ishte në zhdukje sipër, nuk përdori. Për herë të parë në Dajt kemi bërë festën, ka 25 vite që bëjmë festën e bëtyqët dhe bëtyqasve, ku kemi punë në shpikam dhe kemi evidentuar dhe kemi promovuar shumë tradita, por një nga kryesorët ka qenë plisi. Për herë të parë, ne me zi kemi bërë 3 plisa, që 3 vetë të demonstrojmë me plisa, se nuk ishte. Më të që, erdhë duke shumë fishue, erdhën duke marrë pjesë masivisht në festën e plisit bardhë, që bëjshëm Dajt, pe vitesh, vitin kalu më bëmë kruj, dhe mori për mos edhe aktualizimi dhe përdorimi i plisit, por mori për mos edhe festa e plisit bardhë, si një nisëm për të shpallë festë marrëkombëtare. Nga këto, edhe në Kosovë filloi të maj dita e plisit, edhe në Maqedoninë e Veriut të maj festa e plisit, edhe në Luginën e Përshevës të maj festa e plisit. Dhe plisi kuptohet që të përdorej masivisht në zjafete, në dasma, në aktivitete sportive, dhe u bën një pjesë e vetëdijes kombëtare të njerëzve që sot i thot veni shqiptar. Gjithë ky aksion ka qenë dhe është për të ndërgjegjësuar, vetëdijsuar njerëzit që ta përdorin, por njëkohësisht edhe institucionet përkatëse që këto ta vlerësojnë dhe ta regjisojnë spaku fillimisht si vlerë kombëtare shqiptare. Pra këto e bën Ministria e Kulturës. Jo vetëm flisin, por ne kemi shumë vlera që nuk e di pse kanë kaluar kaq shumë vite dhe ato nuk janë evidentuar. Për çfarë është ajo ministri? Po. A ministri çfarë bën? Për sa kohë nuk evidentojnë gjitha vlerat tona. Nga jugu në veri, po, nga linja në perëndim, e jo vetëm brenda Shqipërisë, po, por në Kosovë, Maqedoni, Malzi, Luginë Përshevës, sepse duhet të dalëm për zotat atyne. Kjo do të jetë si baza muzeale e të gjitha vlera kombëtare shqiptare ku do promovohen, ku do jetësohen, ku do regjistrohen. Për sa kohë ato nuk i kanë mundësitë. Po këto nuk janë regjistruar përmenda Shqipërisë. Nuk e kem një database të asaj që kush janë vlera kombëtare shqiptare. Po. Edhe marrja me plisin, lufta për ta jetësuar dhe për ta regjistruar, mësoj shumë gjëra. Pra se shumë vlera nuk janë të regjistruara. Ne metojmë që vetëm plisi të regjistrohet dhe duhet të regjistrohet si vlerë kombëtare shqiptare. Por janë edhe shumë gjëra, shumë domethënë materiale shpirtërore. Është Oda e Burrave. Po. Për mua Oda e Burrave është institucioni më me rëndësi traditës kombëtare shqiptare. Sepse ndodhen në Burrave, jesin parlamentin tonë. Aty është thonë, me fol me mend, po, me vend dhe me rend. Po. Aty nuk vret e pusha, vret të fjala. Dhe ishte përshrim e ulje kur fjalat bin tokë. Dhe fjalat bin tokë kur ajo nuk zinte vend. Kur nuk ishte domosdoshmë me mend, me rend dhe me vend. Dhe kaq ishte penaliteti më i madh. Por ndryshe asaj që ndodh në parlament. Dhe protokolli i Odës Burrave e te kalon edhe protokolli shtetënor. Po thonë procedurat që janë njek në takimet ndryshme, zjafete ndryshme, dasma, misi, i të kalojnë edhe procedurat
e funksionimit shtetit, ashtë përpikta, ashtë sakta. Kështu që normalisht për mua edhe oda burrave ka vendin e vet, e rëndësinë e vet. Le që po harrohet në rendin e saj, ka qenë shkollë. Aty janë majtë gjallë këngët e pike, aty janë majtë gjallë normat kanonore, aty janë majtë gjallë historitë. Ato nuk është shkruajnë letër, janë shkruajnë menje. Se çka kanë qenë ata njerëz është për t'i pas lakmi. Pra, menjen ty ne kanë pas thesar, e kanë pas arkiv. Dhe të gjitha këte kanë majtë menje, i kanë përtëri në odat e burrave. Dhe kjo oda e burrave më menja që normalisht në asnjë vend të botës nuk ka funksionuar më mirë se sa Shqipëri. E posaçërisht, po thonë na veri, atje ku kanë qenë kullat, ku kanë qenë traditat, ku është vendi e poshtit, ku janë lugjet e verdha, lugjet e zonave, e tjera me radhë. Pra do të thotë që edhe ajo duhet të regjistruhe. U ko marrë shënime po marrë, por janë vesare. Dhe do ngelen pa marrë në qofse nuk përtrihet oda e burrave, edhe vedos që aty ka një rregull shumë strikt. Po ka sa më shumë vlera që ne e kem lojën e kapuçave, është në lojat kryesore. Ne kem organizuar kampionatin, për e të parë kem filluar ne kem iniciuar Kosovë përmat masivisht. Pra loja e kapuçave, ose me kapuça, ose me plisa, se ndërkohë thonë plisit kapuç. Por ne që e kem vënë në gjenerim, e kem marrë si plis, se kjo nuk do të jetë regionale, as lokale. Pra cili është ai term që i përgjithëson, ose i përfshin gjithë shqiptarët, pra është plisi. Dhe sot me sa di unë, 90% kam bë kërkesë zyrtare që të marrë informacion, në Ministrinë e Kulturës është regjistruar qelesh. Po, këtu është tashi, kthehemi këtë tema jonë. Tashi, qelesh do thotë. Ku qëndron kjo ngërçi që po ndodh midis gjithë përpjekjeve të asaj që quhet plisë me rrenjë shqiptare dhe qeleshtes, që kërkon të vëri Ministria në lëvizje për nunes. Në kundërshtimin tim janë dy qëndrime. Ky qëndrim vjen nga dy kahje. Ose nga egoizmi, që të thonë ne e bam, po kur thonë ne e bam dhe bajnë keq, për kundazi ajo bëhet bumerang për ata, e kush do të jetë tjetër. Ose dyta, dikush i ka mbështet, i ka financuar, i ka injecue, që të merren me qeleshën dhe plisi të jetë i lirë që ta marrin komshit tanë, të cilët e kanë luftuar energjikisht, masivisht, historikisht. Dhe tash donë ta përvetësojnë, sikur shumë element tjerë. Nuk përvetësojnë një petk, përvetësojnë një simbol. Dhe ky simbol ka peshë, ka rëndësi, sepse merr pas vetes historinë nga koha pellazike deri sot, ose nga koha parahomerike, se tash kufit kohor historik janë shumë përcaktuar më qartë, në vite, nuk janë strikte, nuk janë për shembull sikur po them na mëna 30 vjeç dim datën, ditën, orën. Ata janë periudha gjata, po them parahomerike ose pellazike, janë nga dyat. Pra do të thotë ky plisi merr me vete edhe historinë. Dhe kush e merr plisin merr edhe historinë, kush lidhet pellazit. Dhe qelesha shumë më vonë si emërtim. Pra do të thotë kjo është me një hile, ose një amatorizëm, ose ku po di çfarë më thon, nuk di me gjithë emën. Dhe rendin me dhon i emërtim gabuar në një kohë kur na kem bë presione pozitive përmes aktiviteteve, i kem ftuar, s'kan marrë pjesë të tjera me radhë, kem bë kërkesa si kanë marrë parasysh. Dhe mezi e kem bë kërkesë referendare nga 110 shoqata nga gjitha trojat etnike shqiptare dhe këto e kem nënshuar në Kruj. Jo pa qëllim, simbolikisht, për ta dërguar në shumë drejtime. Një nga bazat do të jetë ministria, por me atë presidentit, sepse presidenti në kushtetuta e detyron me rujt vlerat e trashëgimisë etnokulturore materiale. Me atë e kryeministrit, me atë edhe Akademisë Shkencave. Dhe janë disa, por jo vetëm Shqipëri. E kemi adresuar me çuën Kosovë. Se ne pa ndihim ose dom ose duhet luftojmë që normalisht konceptet tona duhet të kemi ndërtuar mbi baza kombëtare, jo shqiptare. Atë një pyetje të vogël, pse plia shqiptar në këmbëvështrimin tuaj? Pse mund të jetë iranian, persian, grek, bie fjala. Po. Pse ne vizohet shqiptari me plis? Ne në preambull, e kemi përcaktuar se po përmbledh, është e shkruajtur me diku kom këtu.
kem thonë që edhe në qoftë se plisi ka ra nga Zoti për të gjithë popujt e botës, se fundit na jemi popujt të këtij globi, jemi një familje përbashkët në glob. Edhe në qoftë se plisi ka ra për gjithë këta popuj, populli shqiptar nga atëherë kur ka ra në thojza, dhe derisa të ka ruajt. Po, e vërtet, bravo. Dhe si e tillë e ka vlerë vetën. Pra jemi të vetmit që përdorim dhe sot e kësaj dite. Pra, do të thotë po e quajmë si ky ka qenë ka ra për të gjithë, ose për një pjesë. Por ama rujt e kemi vetëm ne. Nuk po them që ne krijuam, e sajuam, e ndërtuam. U krijuar, u sajuar, u ndërtuar nga dikush i përbashkët i të gjithëve, por ne rujtem veçantë. Dhe me sa di unë, zoti Gjedia, në Gjakov, mos gabojmë, ka parë në media që është dikush në mënyrë artizanale që i bën këto tamam, do në me lesh, original. Atëherë në Gjakova ka një traditë lashtë. Po. Po ashtu ka pas Shkodra, ka pas Elbasani. Në Kruj, edhe sot e kësaj dite, do më nërtohet, formohet, ose po thomë në zeja është artizanale, e traditës. Gjakov Lila, familja Lila, e ka dhe ruë artizen si mas traditës. Po kështu është në Prizren. Do më sot janë 3 zeje që punojnë për plisin Gjakov, Prizren dhe në Kruj. Të tjerat kanë met muzeale ose janë zhduk fare. Por është një kërkesë e domosdoshme që edhe zejet, ato të mbështeten rreth parë, e tjerat shumë fishohen. Dhe shumë fishimi tyne vjen gradualisht edhe në lidhje korrelative. Duke kërkuar domon përdorimi i plisit, kërkohet prodhimi i tij. Por edhe duke sankcionuar që plisat mos hyjnë plisa domon tjerë që janë traditës, sajime, normalisht rritet kapaciteti ose kërkesa krahashi atyne zejeve që prodhojnë lisa origjinal. Kur të merret plisin, po të merret mbrojtje, normalisht nuk do lejohen me plisa domon imitime. Po. Kështu që domon do të rritet zejet. Sepse thash ky ka pas vetes ka historinë, por kjo nuk është një petk, siç përpiqen edhe ministria kur ka fut një petk, një rrobë, një leck, rreck. Domon aty ka degraduar vlerën e këtij simboli. Ky nuk është as rreck, as leck, as petk, është simbol. Dhe për këto kam ndërtuar një skicë, organogram. Ja çfarë si ka plisi. Po. Të me fjalë. Po. Ta lexoj komplet. Përmbajtja universale e plisit të bardh, skicuar nga Agrongjedia. Plisi i bardh, simbol unik dhe i lash kombëtar shqiptar, i cili merr pas vetes historinë nga koha pellazhke. A. Simbol, element, vizë, identifikues i shqiptarëve. B. Simbol me i lash se çdo simbol tjetër. C. Simbol i lirisë së hynjishme për të cilën njeriu ka ardhur mbi këtë tokë. D. Simbol me një forcë përmbajtësore dhe shpresë polivalente. Dhe këtu polivalenca hyn. Një degëzim etnokulturor. Degëzimi tjetër zejtaria. Te zejtaria, ai simbol i ndërvarur nga zejtaria, domethënë duhet siç e thash edhe më parë, domethënë që zejtaria duhet të vënë eficiencë. Etnokulturor, i ndelidur me kostumet kombëtare të plisit bardh. Rëndësia e tij përmbajtësore. Skica tjetër. Mënyra e pasurimit. Atëherë të rëndësia e tij përmbajtësore është objekt material që shërben, si pet koke, për hijeshi estetike, për lojën e kapuçave. Është muzal. Por te materialja hyn tash edhe festa e plisit bardh. Historik. Ka artefaktet, ka etnokulturë, ka mitologji. Objekt shpirtëror. Është objekt kulti, spiritual e kozmogonik. Njëkohësisht, te pjesa shpirtërore, mbi ta është betue, është përbetue, është fal, janë lut, është nem, pra mallkim, është trumja, neme me patetizëm. Është edhe vendosja në kokë të nuseve, kur vinë për e të parë, edhe në kokë edhe ulen me ta,
sepse plisi simbolizon edhe gjysëvezën kozmike nga ku kalin jeta. Dhe dy gjysëvezat, pra një në kokë për nushën dhe një më ullë, presupozon që aty klinin embrioni i pasarzve. Vjen momenti tjetër tek mënyra e pasurimit. Nisur nga përvoja e nevoja e tjera, ngritjen e shtatores shqiptarit ose luftarit plisbardh. Në Beograd është luftari plisbardh. Është Jani Konda. Jani Konda Bimbashi që është me plis. Po, ka shlu Kalemendonin. Pra, Beogradi ka, shqiptari si ka. Pse mos më rritë këtu? Te ushtari pa njohur, pse Milan pa njohur, me ngrit një shqiptar me plis. Sepse ai ka kostumin e ushtrisë jugoslave, ushtari pa njohur. Aty në plakat është simboli serb, sa dhe kësaj dite. Do thot, ne rujmë simbolet e serbit dhe simbolet tona i përshëndinojmë nga plesi thomë qelesh, në mënyrë institucionale. Ngritjen e një muzeu për plisin, por ngritjen edhe një observatori i plisit bardh nga ku interferohet me kozmosin, sepse pretendoj që përmes plisit interferohet me kozmosin, flet me kozmosin, me hapësirën e fjalë. Dhe prandaj janë lut, jo Zotit, gjithësisë. Dhe me ngrit një observator. Ku njerëzit shkojnë të falen dhe t'i kthejnë asaj ati besimi pëthomra ose ati lutje që kanë pas tradit. Dhe si t'il pra, plisi nuk është një element i thjesht, do si do. Si që kanë regjistruar sot e kësaj dite në ministri. Me përshpejtim, duke anashkaluar ne, dhe biles, edhe duke na mashtruar se do bëhet mbledhja me 26, ishte me 27, dhe doshin tonë që është e bollshme, e refuzuan kot. Për 3 rekomandime që përqa me marrë nga ora 12 deri në orën 1, se mbledhja thanë në 26, dhe ajo ishte 27, e lanë këtë dosje. Minutime duan, deshten dosin me pa, se ku jam unë, në një kohë ku ishim përqapje, do që ta dërgonim, dhe përfundimisht nuk e morën trajtim. Edhe kjo më lënë shihet hidh, se bëhet qëllimisht. Si mendoni që do vazhdojnë juve nga ana juaj ose edhe ne gjithsesi, s'është vetëm natyra juaj, por që si mundet vazhdojnë procedurat bashkëpunim me ministrinë? Në radhë parë ne, papa duke gjyqë. Nga momenti që ja kemi filluar, e deri sot, ne ministrinë nuk i kemi marrë në evidencë. Sepse kemi pa që ata janë larg nga këtyre qasjeve. Jo vetëm për plisin, për gjithçka, për shumë çka. Dhe kemi pa që ata notojnë nejrë. Jo në realitet. Se kemi pas kontakt, kemi tentuar, kemi provokuar që të takohemi, të bëjmë, kemi marrë iniciativën që të plotësojmë thojza atë pjesë të detyrës shtetërore. Me mjetet tona, me forcat tona, me përpjekjet tona. Dhe mos ndryshohemi. Dhe kemi bën këtë lëvizjen e misionarëve plisbardh. Është kjo letra këtu që keni bërë fillimisht. Kjo letra që është bërë. Atentat antikombëtar kundrejt simbolit tonë kombëtar. Menjëherë, reagimi është kjo pas asaj që nuk na morë doshin. Dhe edhe kësaj dite nuk jesh pika presje, por duhet shtuar prapë. Po ishte reagimi menjëhershëm. Po Akademia e Shkencave, çfarë roli ka këtu? Akademia e Shkencave asnjë rol kur gjë. Po mase kur ta angazhohen bëjnë diçka. Vetëm nga emri. Nga puna zero. Pse thom zero? Sepse kush je ti që thuat zero? Edhe me ata janë përballë. Një konversim tjetër për historinë. Kom shkres, kom bë letër. Historia e luës dytë është bërnot. Kom zirë shkrime. Kom kap tema që shën trajtuar në erë. Është kom tjetër ky. Dhe me ata janë përballë. Dhe janë markesi së komunizmit e trajtojnë luftën e dytë. Ka tjetër konvertrimi, shumë prapë. Bën një konferencë kombëtare, e cila është hap mas, jo para, në raport me ato që trajtuar për luftën në kohën e 45 vjeçare të komunizmit. Prandaj po them. Sekonda zoti Guri, në mbështetje të atyre që tha zoti Gjedia, të gjitha ato karakteristika të plisit, do të thënë gjitha ato elemente simbolike të plisit që nga lashtësia e deri më sot. Tani, ne si inxhiniera na shkon mendja që edhe nevoja praktike e këtij mjeti. Pse? Sepse ne dim që leshi është një material shumë termoizolant, zoti Guri të nderuar miq. Do të thënë,
plisi është përdorur dhe kundra të ftohtit, po dhe kundra të ngrohtit. Domethënë, ai edhe rrezet e diellit I pret, nuk të lejon që të bien ato të fuqishëm rrezet e diellit në verë, po edhe në dimër, domethënë ajo mbron atë, sepse kur kam qenë emigrant në Itali, zoti Guri, në dimër blia një imitim të plisit që e kanë ata kapuç kështu ngjyrë të zezë që e bën italian. Në verë mbajanoj kapele si ajo që mbandet I zoti Guri, kështu me ngjyrë të çelet e kështu. Po mendoj që plisi I luan të dy këto role. Madje kam parë për shumë piktura të malsorëve tanë që ndonjëherë vën plisin dhe I lidhin edhe zoti Gjedia një shami rreth e qark këtu. Që ajo mendoj unë është një termoizolim, domethënë për temperatura shumë të ulta për shembull. Besoj që ajo është një mbrojtje shumë e mirë e kokës që truri që është organi më delikat dhe më qartë. Me që hynë në këtë konverstrimi kisha me plotësue, sepse nuk po thuan gjitha në një mision dhe me që u hap tema, po jepet variant me fol, po flasim. Edhe përdorimi praktik, domethënë, po. Plisi nuk e lën me depërtu ujtë. Po. Bjen ujtë, nuk depërton. Plisi nuk është bon asi për qapin të me gjilpon. Gjithçka me bua me dorë. Si është ngjizur ai leshi? Ka një proces. Ka një proces. Ka disa procese. Meqense jemi në këtë emision. Nuk është dot. Ka sekonda. Nuk është zgjarohet. Ka disa procese deri ku arrin te plisi. Po. Dhe nuk përdoret gjilpora, nuk varet, nuk lejohet më varet. Nuk ka thurje, bëhet në një formë. Nuk gjilpora dhe është që nuk depërton ujë, është termoizolues. Po. Domthon I kompenson softit e rumit ngroft më asaj dhe kur është ngroft e më freskët. Po. Ajo shamia unë quaj aksesor. Po. Me rujt plisin, mos më bë pjesë. Mos më ran ajra. Po. Përveç saj kur është soft mbulën e vesht me shamin. Po. Po ashtu shamia përdoret edhe me mbar diçka. I bën dy funksione, edhe e mbështjell dhe e ruaj dhe me përdorur për diçka. E përdorin edhe në brez. Shamia që po thua kjo e rrugovës e tjera? Jo, tjetër ajo. Shamia që ata vën plisin në kokë, po vën dhe një shami rreth e qark. Jo, shalli. Jo, shami thjesht, shami katërkonçe, shami domon bëhet fjalë për shami katërkonçe. Po. Kisha për atë shallin. Shalli tjetër, atëra ajo është tjetër. Ka tjetër shënim. Aty është qefini. Ai quhet qefin. Po. Me letja. Po kur shkon në luftë, po. Domon kur shkon në luftë, I vdekuri kishte një mbrojtje, kishte një trajtim, kishte një të veçantë. Pra, duhet të kthymar, nuk duhet përdhos, duhet të rujt, duhet të mbështjell dhe luftari merr qefinin me veti që edhe armiku ndoshta, edhe ku fama të armikut apo jo. Kanuni po, praktika ka lajthime. Kanuni po, respekti më I madh për viktimen edhe të kundërshtarit ka qenë. Por ka pas etikalime, ka pas lajthime, ka pas me tregue, kanë marrë kokat, kanë prunë, kanë biles shqiptarët përveç se kanë pas ato për qefin, kanë pas edhe perçën. Që kur t'ja morën janë përgatitur që t'ja presin kokën dhe t'ja morën kundërshtari dhe t'ja morën për perçë. Në mënyrë estetike domon, jo në mënyrë të përdorshme. Pra kjo është pjesë tjetër që don. Po te plisi domon janë këta. Po. Ju mendoni që plisi është më kapele, po e themi, ose mbajtësia mbi kokë, më e përgjithësuara, më e generalizuara në gjuhën moderne, e gjitha kapuçeve që vijnë mbi kokë. Pastaj, sepse mund të themi që labi ose banori qytetari laborist mund të thojë që pikërisht ajo me antenë që ka ai, në një lloj qeleshe me antenë. Secila krain ka një mënyrë. Sapo ka ka takie. Unë quaj derivate. Derivat, po. Kjo është për gjithë qytetarët. Baza është kjo, vezakja. Vezakja. Sepse quhet ples, vjen nga lartësia si emërtim, po dhe si formë. Po. Pra, si formë vjen nga lartësia, edhe si emërtim vjen nga lartësia. Dhe devijimi I ka shumë rrugës. Po, evolucion. Po. Edhe devijime, edhe evolucion, po. Po devijime janë shumë të vogla, sepse ruhet. Devijimet janë aq sa janë. Nuk janë te baza. Baza ngelet kjo vezakja. Biles edhe vezakja,
ka disa pozicione, disa forma. Është më i sekt, më i thellë, më kupec, më i shtrirë. Dhe domethënë nuk ka një formë edhe këto i kanë ndryshuar domethënë me stilizime të ndryshme. Pra edhe stilizime përdor, por arrujt boshti. Te kjo është rujt boshti. Dhe vezakja është së Atëherë bashkë. ju mendoni që në UNESCO pikërisht Akademia e Shkencave apo Ministria e Kulturës duhet përpiqet të çojë pikërisht atë që është më bazament. Quhet plisi. Mund t'i bëni një thirrje nga kjo studio. Se të gjitha nuk hyn. Nuk hyn të gjitha. Nuk hyn. Sepse bëhet një shpërndarje, edhe i çraditje, edhe një mbrojtje nuk bëhet efektive. Konvertimin tim, me sa kam dëmon arrit deri sot. Kurse ky vjen nga lashësia, edhe si emërtim, edhe si formë, edhe si përmaqje. Dhe ky unifikon gjithë komunin shqiptar. Edhe ky masivisht e shtrim më shumë se të gjitha këta elementë tjerë, por edhe si emër është i shtrim më shumë se sa të gjithë këto emërtime tjera. Për shembull Tërpoj i thon kapuç. Dhe më thon mua ti pse i thua plis, po nuk i thua kapuç. Por na nuk jemi si bos. As Berat jot, as Tërpoja, është pjesë e kësaj bote shqiptare. Edhe i kontribojmë. E si e tillë do të thotë që normalisht ne do të shkojmë me element gjithëpërfshirës. Perëndeshën Afrodita me plezë. Do vëmë këto, do vëmë. Faktikisht kjo është. Do vëmë këto, do vëmë. Kjo është Elena Trojs. Elena Trojs është kjo. Më duket se është Elena apo Elena Trojs. Po. Dhe kështu do më që do thotë unë kam bolshëm, thojza, e kam marrë vesh. Son normalisht Shqipëria nuk është regioni as Krajina. Kjo është pjesë. Po. Çdo pjesë jep vlerë të tërës. Po. Por kur vjen në moment caktuar ne do të kapim cili është përfaqësuesja, cili është ajo doktori i të gjitha atyne që përfaqëson më mirë se të tjerët. Dhe plisi njerëz. Dakor. Atëherë jemi në kuadrin e 35 minutave, mund të bëjmë një përmbledhje zoti Jetia, një përmbledhje këtyre që tham për teleshikuesin shumë. Po. Po atëherë në kuadrin e 3-4 minutave zoti Balej. Po. Zoti Jetia solli një shembull veç asaj që ne duhet të çojmë të kategorizuar në formën më antike më të vjetër që quhet plis, po holli idenë dhe atë që ky popull duhet përgatitet për të quar në UNESCO që i ka dhe i ruan apo i ka vazhdimsuar në mijë vjeçar ky popull. Dhe tha një shprehje shumë bukur teleshikues, që nuk po dihet fillimi, se mund popujt atëherë kanë qenë edhe një, po edhe veç, por edhe nuk e dihet Zoti ku t'ia pruri si popull i parë. Por ama ndim që kush e ka mbajtur nga ajo kohë plisin deri më sot. Dhe veç kësaj, Zoti Jetia holli dhe idenë se si mund të jetë dhe oda e burrave, që është odë e kuvendeve. Nga presaj kemi një institucion tjetër, logun e bjeshkëve. Logu është institucion më vete. Besa është institucion më vete, që thuhet Besa e Arnautit, Besa e Shqiptarit. Po karavani i Bjeshkës. Urdhoni? Por shulli i Bjeshkës. Karavani i Bjeshkës. Po Besa. Besa. Por neve kemi një nga që vetëm dy janë popull në botë sot. Mendohet që është një popull në Australi, nuk e dim si i qysh, dhe popullin Dukaqin, vendin Dukaqin, që marrën gjamën e burrave. Atëherë bëj thirrje zotit miku tonë dhe antarit Akademisë së tonë, Gjon Dogiljes. Çapret, çoje sa mparë në UNESCO gjamën e burrave ku këndohet apo i këndohet apo i vajtohet, sepse ka edhe vaj nga gratë, kjo gjam, po ka ato të burrave më shumë. Që edhe kjo do të jetë një përgatitje sa Akademia e Shkencave, sa vetë ne, sa dhe Ministria e Kulturës. Po kemi pastaj pikën për cilën një studiusi me birën e kemi thënë ka qenë në Prishtinë, ka arritur të mbledhë 600.000 vargje epike, kur populli kinez ka 400.000. Pra edhe kjo është një ngjarje për cilën duhet e shuan në UNESCO, po që duhet përgatitemi për ta përfituar këtë vlerë, po, për ta mbrojtur. Loja e kapuçave mund të jetë brenda plisit, mund të jetë një përplotësuese loja e kapuçave që edhe fjala kapuç vjen nga kaptin. Kaptin, kapiten, chapter.